Besart Kelmendi, apo si që njihet me Nof Këngjesti, po vazhdon të jetë aktiv dhe me një energji të madhe në shtëpi. Ai duket se ka bërë një shaka me Eglitakon derisa po qëndronin në kuzhinë me Danjën. Këngëtari nga Kosova ju ul në gjunjë për t'i propozuar martesë, ndonse bënte shaka. A pranon Eglitako të bësh gruaja ime në të mire në të keq? Ai ja nuk je. Të duhemi edhe pa para. Ferrarin ta blej nëse mbesin. Po dua të propozoj martesë shoqërore, ju drejtua ai. Egli ndërkohë u largua nga tavolina duke thënë: kur të dalim jashtë më propozo për martesë. Raporti i tyre po vazhdon të jetë shoqëror, marr parasysh që tani edhe konkurrentja ka hequr dorë nga ai. Mbetet për të parë nëse mund të ketë diçka më shumë mes tyre jashtë mureve të shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.